Kjo është situata në shtëpinë e Big Brotherit. Në këto orët e fundit, kemi parë pafundësisht debate, grindje, gjuajtje me vezë, ngacmime, provokime, fjalë ordinare, fjalë të rrugës dhe i gjitha me sa duket e Marta e Zezi ka kapur keq banorët tanë. Do ta nis këtë troçme redin me një video që ka pushtuar rrjetet sociale, një video erotike. Më saktë janë fjalët ato që kanë provokuar dhe kanë bërë xhiro në rrjetet sociale. Është pikërisht dyshja që po tenton të bëhet çift në atë shtëpi. Është Aldo, 35 vjeçari i shtëpisë, dhe Rizarta, 20 vjeçaria më e vogla e shtëpisë që po bëhen bashkë. Me sa duket, këta të dy që kanë gjykuar dhe kanë bërë leck situata midis Eglit dhe Xhesit, brëm ishin në krahët e njëri tjetrit. Ai sa rënkime dëgjuam, fjalë dëgjuam, nuk dua t'i përmend pasi të gjithë ju që e ndiqni Big Brotherin e keni parë një video që ka qarkulluar ku Aldo i kërkon Rizartës të fërkoj diçka. Me sa duket, ky çift i ri ka hyrë me njëherë në aksion, janë futur në shtrat dhe kanë qëndruar bashkë. Pra në atë shtëpinë e Big Brotherit po bëhet gjithçka për të qëndruar edhe një ditë më shumë, pasi Aldo është në nominimet e gjithë çunat për jashtim Kellit dhe me sa duket kjo strategji, pasi e kemi parë Aldon në tentativa të njëpasnjëshme për gjatë gjithë rregutimit të tij që nga dita parë e Big Brotherit që ka kërkuar të ketë një raport me një vajzë, pra një lidhje dashurie, edhe pse strategjinë e tij sipas të tjerëve e ka të vakët dhe nuk është shumë protagonist. Do të shikojmë se si do të jetë ky raport, pasi Rizarta kur hyri, syrnja kishte vënë Xhestit. Më pas, Xhesti lojën e tij e bën me të gjitha vajzat. Por Aldo është ai që po tenton më shumë për të pasur një raport, për të dhënë një energji të re qëndrimit të tij në shtëpi, pasi e shikojmë vetëm duke komentuar në përcepa. Nga ana tjetër, një situatë që le të themi ka ndezur rrjetin është provokime që ka bërë Xhesti ndaj banorëve. Gerta doli nga e shtëpi me zarf të zi për shkak të hedhjes së birrës në fytyrë Xhestit. Por a do të dalë dhe Xhesti sonde, pasi ka gjuajtur me vezë në kokë dy banorëve, Pselos dhe Olos? A duhet të jemi të njëjtë? A duhet të jemi të barabartë? A duhet të ndjekim të njëjtën linjë apo birra është më e rëndë se sa veza në kokë? Situata me Pselon nisi kur Xhesti dhe Xeni po luanin me një top të improvizuar në shtëpi dhe Pselo po i ngacmonte, por Xhesti u acarua dhe i hoqi kapelen. Në këtë moment, Pselo për të marrë kapelen e tij e prek tek shpatula dhe ndërkohë Xhesti i gjua me vezë në fytyrë. Pselo tha që më goditi dhe më çau buzën nga brenda. Nuk e dim nëse vllai i madh i ka parë këto situata apo dhe do të marrë një vendim, pasi edhe me Olon ai gjuajti me vezë në fytyrë. E kemi parë dhe në Big Brotherin e Kosovës, por këtu vllai i madh është strikt. Ai sa përjashtoi edhe Xhibanin për një shuplak që i gjuajti Xhestit. Jam 100% që në atë shtëpi, nëse ti kalon në agresion ose ti kalon normën, duhet përjashtohesh. Po a është edhe sjellja e Xhestit një mënyrë për ta nxjerrë atë nga loja? A ka fuqinë vllai i madh për ta nxjerrë atë me zarf të zi? Jo, nuk e ka. Atëherë, si do të arsyetohet? Apo Xhesti bën shaka dhe bën lojra? Por Xhesti ka treguar edhe një gjë tjetër, që ai është një inatçor. Me Olon ka nisur ngritjet dhe ngacmimet, pasi mbrëma ai tha që ty të pëlqejnë të të dhunojnë. Dhe këtu e kishte fjalën për Xhenetën. Dhe Xhesti ka treguar që është një hakmarrës, edhe pse e bën me të qeshur dhe me të ngjeshur, pra me të butë, ai sërish nuk lejon asgjë që t'i ikë nëpër këmbë dhe e merr atë që dëshiron. Por provokimet Xhesti po i merr dhe nga Jozi, i cili u rifut në shtëpi si një ëngjëll, por shejtani më duket se po e trazon sërish, ku dhe po i hedh fjalë të rënda Xhestit. Nuk e di se si do të shkojë ky raport, pasi Jozi me sa duket po shkon tek një shinjë tjetër, tek Ola, me sa duket për loj këtë vit po bëhet një përputhen alla shqiptarçe, alla si jemi mësuar në përputhen, që një person me 3 veta del, flet, bën gjithçka për të qëndruar në lojë. Shumë është komentuar që Egli mund të rikthehet në shtëpi, por e kam thënë edhe këtu në Troçme Radio, po edhe në emisionet të tjera, nëse ai rikthehet, e vetmja mënyrë për të rikthyer është për tu hakmarr, pasi Xhesti ishte ai që e shkaktoi situatën e saj
dhe për të rikthyer për një raport love story, kjo nuk ndodh kurrësi. Prandaj, Egli nuk ka se si të kthehet në shtëpinë e Big Brotherit, pasi ajo e mbylli rrugtimin e saj në mënyrën për të shpëtuar veten edhe pse e plagosur në shpirt.